Po kthehem nga Kopliku, kishim një takim, një mrekullueshëm, njerëz të mrekullueshëm, edhe po dëgjoj Ramën rrugës që na akuzonte ato të zakonshme në vet për sude, qylima fluturues se propozoj minimumin jetik. Dhe që do e bëj minimumin jetik. Dhe vendosa që të hap krahun të përgjigjem se një muaj gjysmë kam që dëgjoj edhe nga që jam takim sot, takim nesër, sot nesër s'bëj mukajet edhe thash tani hap krahun përgjigju, jo për gjë. Po jam bërë dhe këta, boqet e trëndafilit dhe kopshit socialist. Se kanë filluar dhe këta. Jo sude, jo qylima, jam bërë ironik lulishtesh, si Rama. Tani do të akuzoj Rama për sude, që ka paguar 17 milion euro në vit për sterilizimin, dhe është të vësh duart në kokë. Të akuzoj Rama si sude, që ka paguar 140 milion euro, lek taksash, për Beketin, për një tek të vetën, për t'i thënë Beketit që jam unë këtu. Ky diktatori është të vësh duart në kokë, të shkush dhe flokët. Të akuzoj Rama si sude, që ka planifikuar 700 milion euro për 3 incenerator që nuk do të ekzistonin asnjëherë. Është të vësh duart në kokë, të shkulësh flokët, ja plasësh dhe të qarit. Ky që na akuzon ne për sude. Ky që thot qylima fluturues. Ky që të vetmi premtim që ka është çeku i bardhë i Bashkimit Evropian. 1 miliard shi. Si Saliu Motit. Si Saliu në 92-shin. Me çekun amerikan erdhi ky si vjet. Me çekun evropian 1 miliard shi. Pasaporta thot, pasaporta evropiane thot. Na akuzon për qylima. Na akuzon ky për sude. Ky që po e mbajti edhe 4 vjet, falimentoj ky vend. Se s'ka lidhje me ekonominë Rama. Janë dy drejtza që nuk priten asnjë pik. Nuk janë as paralele jo, po thjesht kitha që nuk priten asnjë pik. Ky kryeministri. Në fakt, bëj gabim që i them kryeministri se këto 12 vjet ky s'ka qenë kryeministri shqiptarëve. Tamam ky ka qenë menaxheri shitjes së Zamirit, Çetit e kompani, po jo kryeministri shqiptarëve. Edhe këtë planifikon të bëj dhe këtë 4 vjet që do vinë. Kështu që sude edhe votoni numrin 6.